E me orë këtu për një grevë për paga tona, për mundin dhe jesën tonë. Tha që paga nuk ka. Nashta në mënyrë paqësore të protestuet edhe para komunës. Punëtorët e ndërmarrjes publike lokale Gjelbër në Prishtinë kanë protestuar para objektit të ndërmarrjes më 27 tetor 2025 pasi thonë se nuk kanë marrë pagat e tyre tashe 3 muaj. Punëtorët e ndërmarrjes thanë se kanë qenë në impresion që kjo protestë të mos zhvillohet dhe kanë kërkuar zgjidhje. Arsyeja e kësaj greve, se greve pëlqym nuk pëlqym protestë, se protesta i shkon e mirëfillt me organizu sindikata, jo vetë punëtorë. Kjo është një grevë që u organizu prej vetë neve për arsye të paga. E kena pas faktikisht drejtorin e sindikatës që ai neve na ka thonë që kemi folë me komunë, komuna ka thonë që i ka ekzekutu obligimet e tyre ndaj neve, po kur kanë ardhur këtu kanë thonë që s'ka pare. Na nuk e dim sa ku është problemi, ose çka është problemi, veç e dim që na keni me pa paga çdo muaj. Punëtorët im kanë super presion për mos me bëjë çet grevë, prej koordinatorëve, prej kryepunëtorëve, nuk e di për çfarë arsye, ose është faji i brendshëm që po bëhet ton ky presion mos me dalë në grevë ose diçka e tillë. E me orë këtu për një grevë për paga tona, për mundin dhe jesën tonë. Kryetari i sindikatës që mund përfaqëson nuk është në lidhje në komunë me kryetarin e komunës. Këta zyrtarët e tyre thanë se sindikatat janë në komunë me kryetarin të bisedua. Kryetari jonë jam. Ke shumë dove që tu është prezent me neve, nuk është në komunë. Nuk e kanë ftuar ata të tjerë që janë shkuar. Ndaj me orë për rroga tona. Kryetari i sindikatës ndërmarrjes Gjelbër, Veli Dodolli, bëri të ditur se takimi me kryetarin e komunës së Prishtinës përparim Rama nuk ka sjellë ndonjë rezultat konkret. Ai së bashku me koordinatorët e ndërmarrjes vazhduan në takim me përfaqësues të sindikatës për të gjetur një zgjidhje. Çka ndodhi në takim çfarë? Vallahi nuk ndodhi kurrë, ai qyshëm ka premtuar me 14 im konti muaj edhe me 16 tha që paga nuk ka. Fojë tune, po është qeveria. Tema zgjedhjeve, domethënë nuk ka kurrë. Na dim, edhe këta punëtorët janë shqetësuar, na jemi ta se s'kem ka i biem. Na duhet më mundof me bëni zgjidhje, apo punojmë, apo nalëm, po të gjithë domethënë. Edhe një premtim nuk na dha. Ora nuk ka, 79 centa se di sa në llogari janë, por ti ka bllokuar qeveria temet 9. Domethënë që të bëhen që të farzjet se sana mos po bëhet diçka, me shku dhe me protestu para qeveria. Na kem takim. Tash na kem takim nalt. Kemë sindikat, kena me punëtor. Ose po nalëm pe bllokojmë, ose po nalëm s'po punojmë edhe ja po shkojmë te komuna, diçka do të më bëj zgjidhje. Gjatë protestës, sindikalistët mbajtën edhe një takim të përbashkët. Në lidhje u fal për problemin e pagave, që sa muaj që kemi në ndërmarrjen tonë. Janë disa konkluza se disa vendime që do të merren. Paraprakisht u bisedu që nashta në mënyrë paqësore të protestuet edhe para komunës që të merren parasysh kërkesat tona. Kështu që diçka ndaj vendim nuk është marrë. Pse njëherë nuk ishe i ftuar me tash të ftuar në takim? Realisht në për dëshirën e këtyre kolegëve të punës në shkova, se në nuk e mas, tash ma herët as organizator, po i përkroj paknasit e tyne ose problemet e tyne. Kështu që në shkova edhe pak në atë aspektin që të bëjmë një zgjidhje. Zgjidhja nuk është? Zgjidhja është pak me gjatë se sa që mendojmë na edhe punëtorët. Në lidhje me gjendjen në ndërmarrje ka reaguar edhe kryetari i Prishtinës përparim Rama, i cili ka fajsuar qeverinë e Kosovës për, siç tha ai, për shkak të bllokadës së buxhetit. Kallzo.com ka kontaktuar kryeshefën e ndërmarrjes Gjelbër, Nora Cimili Gagica, por ajo ka kërkuar që pyetjet t'i dërgohen përmes emailit. Pas dërgimit të pyetjeve në drejtim të ndërmarrjes në fjalë, Kallzo.com nuk ka pranuar ndonjë përgjigje deri në publikimin e kësaj storie. Kallzo.com ka dërguar pyetje edhe në drejtim të qeverisë në detyrë të Kosovës, por nuk ka pranuar përgjigje deri në publikimin e storjes.